Mënyra administrimit të plazheve gjatë sezonit turistik të këtij viti u shoqërua me debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Lezhës. Përfaqësuesit e djathtë konsiderojnë abuzim kompaninë e krijuar nga bashkia për menaxhimin e plazheve publike, ndërsa akuzuan drejtuesin e Këshillit për mohim të së drejtës së fjalës. Ju ndërpritni mbledhjen për me heq drejtën e fjalës, sepse keni frikë nga argumentet. U hapsi tema, jo nuk kuptoj pse duhet ndërpritet, po diskutuar jo për çfarë. Jo më vërtet e kam fundesha me bani pyetje. Jo, ajo është tema kryesore nesër sa kur i vë. Duke folur para këshilltarëve, kryetari i Bashkisë Lezhë Perin Dreu tha se 83% do të jetë publik, ku 48% të lira pa shezlone dhe çadra, ndërsa paralajmëroi se përveç hoteleve që përcakton ligji, nuk do të lejohet asnjë subjekt tjetër që të shfrytëzojë rërën. E kemi kapacitete për ta menaxhu të gjithë territorin e zonave publike, 30% ne jemi të detyruar me ligj që të lëm bosh. Ne nuk lëm 30, po lëm 48% de facto. Bosh komplet. Bosh komplet. Ne zonë me Lezhë Invest vetëm 34% të territorit që është plazh publik. 34% zonë ne. Me çmime të rëndëtuara, por me një metodologji ku në de facto ajo është bosh, dhe zgjedhja nëse hyn ti me pagesë apo syn me pagesë është e pushuar. A dhe jemi të zotë ne, më thëmë do mobilizojmë me policinë bashkiake, me policinë e rendit, me task forcat e ministrisë, të gjithë do jenë prezent aty për të monitoruar çdo plan. Dhe ai hotel që shkon e jep shëzone me qera, ati vitin tjetër do ishte. Nënkryetari i Këshillit Bashkiak Agustin Marku tha se duhet përgëzuar ky vendim i Këshillit Ministrave, i cili çliron plazhet nga zaptimi i privatit. Unë them se është iniciativë e mirë dhe ne duhet ta përgëzojmë. Ka një risk kryetari i bashkisë, sepse nuk është e lehtë që këto hapësira publike të administrohen dhe të vijen në shërbim qytetarëve, sepse ka një presion i jashtëzakonshëm nga operatorët turistik që ta përdorin si mjet fitimi edhe këtë territor që kanë përdorur të rëndësishëm. Plazhet publike në Lezhë do administrohen nga një kompani e krijuar nga bashkia, ku pagesa për shezlone do të jetë 50% më e ulët se vlera e tregut.